A di për çka po du me të vetë? A ka faj për shembull Albin Kurti, Edi Rama, ose Aljameti, ose këto politikanë tonë, nëse dikush ka probleme familjare apo psikologjike? Besoj që e kuptova pyetjen. Shpesh herë, do më thonë model, role model që kanë jetë, për shoqërinë janë duke u bërë ose sportistat, ose këngëtarët, ose aktorët. Këngëtarët, aktorët janë njerëzit të cilët e kanë jetën e tyre ma mizerabel, të mundshme. Shumica dërmuese të tyre janë konsumus drogës, të alkoolit. Se ne përmballojnë famën. Absolutisht. E po së kur e humbin, nuk janë më aty ku kanë qenë. Pastaj ofrohet edhe një elit tjetër, si shembull dhe model që janë politikanët. Që i përmen. Edhe një pjesë një pjesë e këtyre udhëhecëve që i përmende, të mëllën vujnë për i narcizmit, për unë, për shojnë vetën. Unë pa unë. Dhe tjerët kur nisën me karta të drejtësisë, të barazisë, e gjitha këto, e në anën tjetër ndodhë zhgënjimi, sepse me qenë politikan i bjen me qenë shërbyes i shoqërisë, shërbyes i popullit. Për arsye se ti, gjitha ato taksa, grumbullon dhe i menaxhon në mënyrën më të drejtë që është në vendin e vet. E posa që është i marrën për shembull me radhë. Kemi udhëheqës që kanë udhëheq krahun e luftës. Domthon ata janë ngrit në mëngjes, ka dhënë betimin, edhe i kanë qenë në gjendje me dhënë jetën, gjën më të shmuar shpirtin për shoqëri, për popullin apo. Të njëjtit kur kanë ardhur në pushtet, kanë qenë ata të cilët jo kanë hongër ymrin popull. Në abuzu në pushtetin. Edhe janë pasuru vetëm për vete dhe kanë harru. Ose tjerë të cilët kanë marrë kauza idealiste, se do të bëjnë ndryshimet mëdha, që gjitha ato padrejtësi që janë bërë me dekada do i rregullojnë, jo është donë mundësia dhe nuk i kanë bërë. Sigurisht se kjo pastaj i bën që të humbet shpresa. Gjëja më e keqe që është me humbë shpresa. Tash ne kujtojmë Kosovë, kur është liru Kosova, pothuajse ka qenë e djegur. Njerëzit kanë heqë dorë prej në shtetësisë amerikane, australiane, angleze, vendeve nordike, skandinave, Gjermani, Zvicrës, kanë ardhur me jetu në Kosovë, ku? Në tendë, në shatar. Pse ka ekzistuar shpresa. Që ka më po shumë mirë. Shumë mirë, edhe kjo është një ëndër rejona shekullore, që ne më në fund po punojmë për veti, për fëmijët tanë, për familjet tona, për kombin tonë, për popullin tonë. E tash, mas 20-25 viteve, ku janë gjitha, e ka vendin e punës, ka shtëpinë, ka banesën, ka familjen, edhe e thot, inshallah, kur nuk kthehen. E këto është rreziku është i humbjes shpresës. Sa mirë sqarove, domethënë, në 99 mas luftës, kur është çliru Kosova, e kanë lënë Amerikën sen, në shatar kanë nejtë, se ka më bo mirë, shpresë. S'ka veç vetë, me familje, me grua, me fëmijë, pa rrymë, pa ujë, pa kushte elementare. 2024 këti ka këto, me banesë, me ngrohje, me këtë. Punon në bankë, ka rrok të mirë, ka 1.000-2.000 euro, thotë. Do me ikë për Kosovës, se s'ka shpresë. S'ka shpresë. E kush janë ata të cilët e humbin shpresën, e vrajnë shpresën, janë ata politikanë të papërgjetshëm, të cilët me slogane, me moto, me politika të jashtme thonë se jem për qytetarin, jem për mirëqenien, shqo. Politikanët në vendin tonë e kanë vetëm një qëllim, ose vetëm një detyrë, për me bë vendin sa më të jetueshëm. Se askush nuk i vetë për politikat mëdhaja globale. Nuk mundën me ndalë ata luftën Izrael-Palestinë ose Ukrainë-Rusi. Po, ti kini detyrë. Pastaj që ata mërmenja, Kosovë, Maqedoninë, Shqipëri, Zoti që ne ka dhënë këtë tokë, a nuk mund t'i ushqej këtë popull që jeton këtu? 1,5 milion në Kosovë jetojnë momentalisht. Kemi tokën, kemi klimën, kemi gjitha. Gjitha është keq menaxhim.
se në të kaluarën janë fajsu, fajsu për Andri Asmani, janë fajsu sëd, janë fajsu ata, janë fajsu të na ndërkombëtar, të në miku, ndërsa problemi është të vetë. Të vetë. S'pe menaxhon mirë, Ja, situatën. absolutisht. Është ajo që nuk bashkohen, pra nuk kanë arrit të krijojnë ekuilibrin. Frikën ndaj Zotit. 2. Shërbimin që do të t'ja bësh qytetarit, edhe me pas empati, që lidhet me psikologji, me ndje atë që është duke ndjerë tjetër. A ka ma keq. Për shembull, se m'ja vjedh pensionistin pensioni. M'jap një pension, do më thonë që faktikisht m'ja dash vdekje. A din që të në Prishtinë, nëse e merr një qenë, paguash 50 euro, a një fëmijë 10 deri 20 euro. Do më thonë, kur në një vend i jepet përparësi më shumë kafshës se sa njeriut, aty është problem jashtëzakonisht i madh. Çejni 50 euro. Po.